Vërtet ndjehem mirë kur jam mesin tuaj dhe në javët e kaluara kemi qenë shpesh bashkë në pjesë të ndryshme të komunës së Lipjanit dhe ajo që vrej, siç e kam vrejtur çdo natë tjetër, sidomos në këtë mbrëmje që është e ftohtë jashtë, është ngrohtësia e madhe që e keni sjellë e kjo është ngrohtësia që ma garanton që keni vendosur për votë për datën 12 tetor ta bojnë kryetar edhe njëherë Shugribujën, sepse koha është për Shugrit. E di që rëndom në fushata ka dhe shumë fjalime dhe unë vërtet dëshiroj që sonde të mos jemi gjatë. Edhe ju e dini që kam çka të them edhe për Shugribujën, edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, edhe për kohën e qeverisës së tij në Lipjan, por sot dëshiroj që t'ju lë me 3 mesazhe kryesore. E para, vërtet besoj që është koha që Lipjani të kthehet rrugën e duhur. Kanë kaluar 12 vite që Lipjani qeveriset nga një mentalitet i caktuar, nga një grup njerëzish i caktuar, nga një mendësi e cila është rigjide. Dhe në këto 12 vite nuk janë pak, janë shumë. Ka pasur potencial që nuk është shfrytzuar, shumë kohë është humbur, por njerëzit e mirë të Lipjanit nuk kanë kohë që të humbin më. Sot është momenti që të bëheni bashkë të gjithë, pa dallime partijake, rreth kandidaturës së Shugribujës dhe ekipit tij të mrekullueshëm të koalicionit për ta kthyer Lipjanin aty ku e dëshironi ju, dëshmi t'i keni. Shugribuja ka qenë edhe më herët krye të Lipjanit dhe nuk ka punë të madhe që është bërë në këto vite, që nuk e ka vullin e tij ose që s'ka qenë iniciativa e tij. Koha është që kthehet Lipjani në rrugën e duhur. E dyta që dua t'ua them për njeriu që ju e njihni. Shugribuja është njeri i fjalës dhe i punës. Për Shukrin po është po, jo është jo. Ato që e thot e mendon mirë, por kur e thot dhe e premton, atëherë dhe e mban dhe realizon. Sot Lipjanit i duhet një njeri i tillë. Sot Lipjani ka nevojë për një njeri që kur e vesh pallton e punës, nuk e zhvesh 4 vjet, por punon për çdo qytetar e për çdo familje, kudo që është pa dallim. Ju e dini, Shugriu ka qenë kryetar në 6 vite formative të shtetit tonë. As pak leva. Në kohën kur buxhetet e komunave të shtetit s'kan qenë as 1/10 e kësaj që kemi sot. Dhe përkundër këtyre sfidave vështirësive, ka qenë njeriu që ja ka dhënë kulturat e modernitetit kësaj komune. Sot unë besoj fuqishëm që koha është të kthehemi aty ku e kalon punën Shugribuja, sepse ka shumë punë që kanë mbetur pa realizuar dhe ato punë duhet t'ja besojmë që t'i përfundon ai. E treta, që dëshiroj t'ua them sot, vërtet, për shumë kohë gjatë, Lipjani është konsideruar si një paralagje apo një qytet të afër Prishtinës. Por vitet e fundit, shumë familje kanë lëvizur nga rreth komunës tuaj dhe kanë ardhur që të krijojnë familjet e tyre këtu. Unë besoj fuqishëm se koha është që Lipjani ta krijojë e ta konsolidojë identitetin e vet urban, si një qendër e rëndësishme që ju konkuron gjitha qendrave. Po e filloj fjalën time nga ky ndryshim i cili është improvizuar me agregat sepse nuk ka rrymë. Sallat tona, kur unë t'jem kryetar, do t'jenë me ndryshim eficient me rrezë solare, sepse duhet edhe të pushojmë edhe të kemi sallat të sigurt. Para se fillojmë në programin për qendrat e juve të votimit, unë do t'i them disa fjalë paraprakisht. Normalisht, kur kam vendosur pas shumë konsultimeve, shumë bisedime për kandiduar për kryetar, si një njeri i shufrarak, ka qenë krejt normale ta s'ka në gjendje. Kam dalë çdo fshat, çdo lagje, çdo lagje kam biseduar me qytetarë dhe kam skanuar gjendje. Pas këtij skanimi kam krijuar ekipet cilët janë profesional. Përveç ekipeve
të cilat e kanë bërë programin, janë edhe ekipet të cilat na ndihmojnë edhe në logjistik, na ndihmojnë edhe në agenda, gjithsesi edhe çdo sektor është aktivizuar i Partisë Demokratike. Prandaj sot jemi të gatshëm të kemi një program i cili do ta zhvillojë Lipjanin, do të ecë përpara Lipjani, po ai program, ai vizioni ynë do të jetë nëse ju jeni përcaktuar, do të votoni numrin 191, numrin e Partisë Demokratike të Kosovës. Ky është programi, pjesa e programit për fshatrat në cilat ju jeni duke jetuar. Investime në shkolla sipas standardeve eficiente në izolim gruaje dhe ndryshim përmes paneleve solare, investim në kabinete shkollore të lëndëve shkencore si kimi, fizik, biologji dhe teknologji informative, investime në digitalizim të shkollave përmes tabelave smart, editorit dhe biblioteke digitale, aplikimin mësime ditor në 3 shkolla pilot projekt që do të zgjerohet me mundësi zgjerimi, investime në hapësia shkollore me rrethojtë sigurt, terrene moderne sportive, ndriçim dhe kamera sigurie, shkollat do të kthehen në funksion të qendrave komunitare për aktivitete edukative plotësuese me kurse dhe trajnime falas për nxënësit, si dhe aktivitete tjera plotësuese sportive e kulturore, mbështetje financiare për studentë të ndaluar dhe praktik profesionale me pagesë për të sapodiplomuarit, organizimi i transportit publik falas për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme, uniforma shkollore falas për të gjithë nxënësit, ndërtimi i qerrës për fëmijë me kapacitet për vendbanimet Dobroje e Madhe, Dobroje e Vogël dhe Klani, ndërtimi i pishinës shkollore në Dobroje të Madhe, rregullimi dhe zgjerimi i parkingut për autobus dhe taksi në Dobroje të Madhe, funksionalizimi i rrjetit ujësirësit në të gjitha këto lokalitete, rritja kapacitetit furnizimit me ujë 24 orë, si dhe zgjerimi i rrjetit ujësirësit dhe kanalizime për të gjitha lagjet të papërfshira në këto lokalitete, riorganizimi dhe funksionalizimi i transportit publik në të gjitha këto lokalitete, si dhe ndërtimi i vendaljeve të autobusëve në pikat më të frekuentueshme, investimet në të gjitha hapësirat publike brenda këtyre lokaliteteve me projekte të detajuara urbane si parqe, gjelbrim, pilar, qytetore dhe kënde të lojrave për fëmijë, sigurimi dhe të autoambulancave të pajisura për shërbime emergjente të shpërndara në nënqendrat urbane për të siguruar intervenime të shpejta në raste emergjente në të gjitha vendbanimet, ndihmë emergjente 300 euro për familjen në gjendje të rëndë social-ekonomike, 100 euro në muaj për anëtarët e familjes me sëmundje kronike, shtëpi rezidenciale për qytetarët pa përkujdesje. Këto premtime sigurisht do të realizohen sepse janë premtime me një fond krejt tjetër, me një fond shumë të madh, me një fond të shumë fishuar dhe janë mbi 40 milion euro investime që janë vetëm nga buxheti komunal. Nuk do të kemi salla që të na pikin ujin, sigurisht do të kemi salla të ndërtuara si duhet me votën e ju. Jo vetëm që më bëni nder mu, jo vetëm që më bëni krenar si kandidat, po e bëni krenar edhe ata që po zhvillojnë betejën e fundit. I bëni krenar ata që janë sot duke e mbrojtur luftën tonë shërimtare. I bëni krenar bashkëpunëtarët tonë.